Territori shqiptar për datën 26 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht me reshje shiu dhe stuhi në disa zona. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja pritet të sjellë reshje intensive dhe stuhi në jug dhe përgjatë Bregdetit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku reshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 5 deri në 7 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit pritet të arrijë deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 26 nëntor do të jetë në orën 6:35 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 17 gradë Celsius.